ملت ایران مبادرت به جنگ نمی کند، اما اگر کسی او را تهدید کند ایران عزیز پاسخهای درخور و تعیین کننده و تمام کننده خواهد داد. انصارالله به عنوان نماینده یمنی ها تصمیمات راهبردی و عملیاتیش را خودش اتخاذ می کند. Ky që sa po pat në sinkron quhet komandant Hussein Salami. Është komandant i Gardës Revolucionare të Iranit. Të thoni ju çfarë lidhje ka komandanti i Gardës Revolucionare të Iranit me sulmet që Donald Trump ka dhënë urdhër dhe i ka drejtuar dhe i ka komanduar vetë. Ne kemi një pamje, nuk e di, kemi një pamje të Trumpit që është vetë në sallën e komandimit, tu ta kemi një që është me kapelet kuqe. Dhe sepse në fakt ja ky është Donald Trump i cili drejton vetë, e ka postuar vetë në truf të pamje duke drejtuar operacionet e bombardimit të nisur nga aeroplanmbajtja Truman. Po në rregull, mund shohim dhe aeroplanmbajtje me këtë rast, dhe pra është prekur drejt për drejt interesi iranian, është kërcënuar dhe Irani, pasi që forcat Houthi, të thoni jo për që është ky Houthi? Houthi është një mbiemër i një klani shumë të famshëm, sepse i cili ka krijuar të forcën revolucionare të filo-iraniane në Yemen. Pra nuk është një emër, një nickname apo një shpike, është një mbiemër i një klani shumë fuqishëm që ka vendosur të krijojë dhe ka krijuar një organizatë ushtarake të jashtëzakonshme që bombardon dhe godet anijet që kalojnë gjijin persik. Okej.